Mirëmbrëma. Sot politika më e madhe është biznesi. Bota po konvergon nga ideologjitë e majtë të djathtë, po konvergon të ajo që është reale, të paraja, të biznesi. Si ecën biznesi në Shqipëri, cilat janë kushtet, cila është klima e biznesit në Shqipëri. A jemi një ekonomi kompetitive apo jemi një ekonomi e cila rrjedhimisht do të çojë edhe drejt shuarjes së vendit në një farë mënyrë duke ikur njerëzit dhe duke mbetur këtu vetëm ata që përfitojnë ndihmë ekonomike ose pensionet. A kemi një rrugdalje të cilat mund të jenë këto rrugë? Unë kam sot këtu të ftuar një ndër biznesmenët e suksesshëm, por jo vetëm biznesmen, është edhe një gazetar i dikurshëm, i cili pastaj ndoqi rrugë të tjera të diplomacisë dhe madje është edhe konsul nderi i Letonisë. Kam këtu zotin Sokol Krah. Zoti Krah, mirëmbrëma, mirëserdha. Mirëmbrëma tani, mirëmbrëma. Faleminderit për ftesën. Kënaqësia është vetëm e imja. Sokol, duhet ta filloj pak me karrierën tënde. Ti je përfaqësuesi i famshëm i Krahos, përfaqësuesi CEO, pronari, gjitha bashkat. E ke filluar me një punishtë të vogël dhe sot je ndër njerëzit që eksporton, ndër rrallët që eksporton në Shqipëri. E patë të vështirë në fillim? Patëm pas, faleminderit edhe një herë për pyetjen tani. Kur kthejmë kokën mbrapa, jemi shumë më mirë se ç'kemi qenë. Pakën kam 26 vjet që të ndjek. Po. Kemi qenë kolegë me si të jashtme. Po. Mas viteve 90, Shqipëria doli si doli, vendi më i varfër. Mund të ishte vendi më i varfër në glob, si një vend afrikan. Edhe si gjithë trinjtë e të rrjedh, në mbaron fakultetin, pastaj bëm një eksperiencë në Itali. E pam që me emigracionin, unë si auroj asnjëri të emigracionin, po emigracionin ti si person shkon të diku, është si trajnim, është si të t'japi atë komandarën e parë për mbijetesë, pastaj kthehesh në vendin tënd. Është e pamundur ose është e vështirë të çarsh në një vend ku ti nuk je ambienti, nuk ke connection, nuk ke lidhje, nuk e di rregullat e lojës, nuk ke shoqëri, nuk ke miqësi dhe shkruajnë emigrantët. Duhet vite që emigranti të bëhet të ketë sukses. Nuk i përjashtoj rastet ku kanë sukses, por në pjesën më të madhe shumë vështirë të ecësh përpara, se duhet të njohësh edhe ambientin shoqëror, duhet të njohësh, pra emigranti ka shkuar aty, po s'ka bërë 8 vjeçare, s'ka bërë shkollë mesme, s'ka bërë shkollë në lartë. Dhe është një ambient që ai nuk e njeh, është e vështirë pse të futesh në lojë, të bësh biznesmen aty. Më pas u kthyem në Shqipëri dhe shqyr zotit që morëm këtë vendim të vim në Shqipëri, sepse është ky vendi jon, kishte nevojë, kisha hapësira boshe. Këto hapësirat boshe u shfrytzuan. Bëra një karrierë në misinë e jashtme, pastaj në dogan, pastaj në inspektoratin shtetëror punës dhe në vitin, pra nga 97 në vitin 2005, punova në administratën shtetërore. Është e çuditshme që në 97 unë nuk ktheva në Shqipëri në ato kohë, vendosa se kam sjell makinën e parë të paketimit të sheqerit. Industria e parë e vogël prodhuesi bënin bustina sheqeri në vitin 1997. Unë shikoja që gjithë iknin merrin, unë ktheva, isha kundër, më thonë njerëzit çfarë bëni, të çmendur. Ishte një te porti i Durrësit, pankina ishte bllokuar dhe na vuan një pankinë anësore dhe nga që s'kishte kështu nivel, ania ishte shumë lart dhe pankina shumë poshtë. Dhe kamioni që do zbriste makinën sheqerit, po thusë anoje, mua po mikte... Po shikoj jetën që po tikte para së gjithë kursimet. Gjithë kursime, makina e lidhur e shtu. Dhe kështë në kushte luftë më këtë e të futu. Ajo ka qenë një ambient të vogël në rrugën e Elbasanit, një dyqan të vogël, fillum ato paketimet. Klienti parë ka qenë Tani Topit, që kishte Lori Kafen, me Tani Topit fillon të ishte manjak Tani që vinte shikonte. Filluan dhe reklamat në përbustinat e sheqerit. Reklamat bustinat e sheqerit. Pastaj fillon e mëson gjën, mëson. U shkëputa ca kohë në administratën shtetërore. Atë e delegova dikuj që ndiqte, po në 2005 në thash do filloj të merrem seriozisht me biznes. Në 2005 më shkëputa dhe fillova biznesin. Më ndihmoi goxha administratën shtetërore për të kuptuar shtetin, për të kuptuar si funksionon shteti. Edhe për ta pasur frikë shtetin? Absolutisht po. Shteti duhet të respektuar, duhet pasur frikë, duhet të respektuar administratën shtetërore,
Janë njerëz mirë, dhe pa shtet ne marrin fund. Ai shteti na mban, ato njerëz na mbajnë. Patjetër. Shiko, Zaka, nuk e di, Fordi o Rockefelleri tha që mos më pyesni si e kanë bërë milionin e parë për tjera t'ju jap llogari sa doni, ti të paktën nuk e frikë thua se e ke bërë milionin e parë. Me makinë pagetimi, autobusinat të shgjet, s'kemi asnjë gjë. Asnjëherë s'kemi punuar deri sot me fonde shtetërore, asnjëherë s'kemi marrë pjesë në tender. Jo që ato që marrin pjesë në tender janë njerëz nderuar, ato do bëjnë punë, po gjithmonë kështu duke në biznes privat. Pastaj në 2005 më hyrë shtu ju futa seriozisht biznesit. Punuam seriozisht, punuam. Sokol, sot ti je ndër prodhuesit më të mëdhenj, le të themi të atyre produkteve, unë s'di si e kanë emrin, po fillojnë që nga sheqeri, po çajrat, çokollatat, cappuccino, gjithë instant beverage. Të gjithë çfarë janë këto. Gjithë kjo, madje ke eksportuar dhe je prezent edhe në, të paktën këtë di unë në aeroportin Charles de Gaulle të Francës me prodhim. Po. Do të di, në këtë moment që jeti, si e ndjen veten në raport me biznesin, me shtetin? Qyteti biznesi para tani janë dy faktorë. Faktori e ke vetë në dorë, pra 7-8% varet komplet nga aftësitë tuaja organizative. Dhe 30%, 20% ka dhe shteti në dorë të ndihmojë. Jemi të dy. Pra shteti dhe partneriteti publik-privat që quhet për të ecur përpara. Shteti hap rrugën, shteti hap horizontin, shteti të lehtëson, por nuk të ndihmon që ti të zhvillosh. Shteti thjesht të lehtëson. Si mund të lehtësoj shteti? Ne kemi akoma trashëgojmë në administratë shtetërore, partitë politike, ambientin që na rrethon. Nuk kemi një vend business oriented, siç janë holandezët, siç janë italianët, siç janë amerikanët. Na mungon kjo mentaliteti business oriented. Flasim shumë për politikë, ka shumë konsum politike në media, në televizor, ka shumë kronik, pra ka shumë politikë, ka shumë kronik, bëj një inventar të transmisionit televizive dhe ka shumë pak biznes dhe s'ka fare shëndet. Pra, ti po të shohësh të kanalet e mëdha televizive, e fillojmë me shëndetin, pra ka emisione për shëndetin, për biznesin, ke dhe kronikën ose politikën. Po ti hapësh televizionin, ke vetëm kronik. Edhe më thoshte një miku im gazetar, më thoshte, sa të duan njerëzit sot, ta kronikën duan. Po mirë, kemi edhe një mision si media, siç po bën ti, njeriu ka edhe një mision për media, siç kemi mision për vendin ose për fëmijët tanë, ke edhe një mision kur je gazetar, si je figurë publike, njerëzit ty të shikojnë, ti kur flet ti të shikojnë, kështu që bën një opinion gjithsesi. Po, pra je misionar, gazetarët janë misionar, nuk ka vetëm atë ç'a kërkon populli. Se ky popull është, nëse do kronikën, atë jep kronikën, nuk është mund të japësh kronikën, vetëm kronikën. Madje edhe qëllimi i këtij emisioni Sokol është për të afruar publikut. Një biznesmen më pyeste një mik i përbashkët dikur, më thoshte, ore si ka mundësi, fëmijët e mi kanë mbaruar ekonomikun, thoshte, mirë po s'din të bëjnë lek. Dhe i tha, shikoj, po ta shpjegoj me dy fjalë. Është një ekonomist i madh, Keynesi, të cilin po ta hedhësh në treg, nuk di të bëj lek. Ai di të bëj makroekonominë, por është një çam pa shkollë, i cili ka shkëndijën e biznesit, dhe ai është në gjendje që të bëj të gjitha të bëj paran, të nxjerrë paran, por nuk është në gjendje pastaj që këtë para ta investoj diku, vazhdon e bën me tregti. Dhe çfarë duhet bërë? Duhet gjetur piloti, pra ja shpjegova me një avion, kemi një inxhinier që e projekton, po s'di ta bëj, kemi një tornitor që di ta bëj, po s'di ta projektoj, dhe pastaj të gjitha këto i bashkon piloti, i cili e di si ndërtohet, e di si bëhet, dhe e bën të fluturojë. Ky është biznesmen, i tha, është njeriu që e di si funksionon ekonomia, e di si bëhet leku dhe di ta pilotoj këtë drejt zhvillimit, drejt ecjes përpara. Dhe këtë e kanë shumë pak veta, domethënë kjo lloj shkëndije në trurin e njerëzve, siç idhet e një biznesmen ose siç idhet talenti për shkrimet e një kokë që del shkrimtar i madh, edhe biznesmenët të tillë janë. Dhe kam iden që shteti nuk është shumë friendly me biznesin të neve. Do më thënë e shofin gjithmonë si një lop e cila jep qumësht, i dhe për të ngrënë, si dhe për të ngrënë, e nxorën nga stalla, se nxorën nga stalla, ky duhet japi 50 litra qumë. Këtë nuk e ka shteti jonë, më duke. Nuk e di se sa ndikonte ty, aq më tepër e the edhe vetë që nuk je pjesëmarrës në biznes që more i kompenson humbjet edhe te ai tenderi, më kupton?
Po ti duhet ti nxjerrësh nga vetja dhe gjithë thonë, "Ha se ka lë ky meri, bëj një gjop, del edhe pastaj edhe një policë në rrugë, po si të ma dhen një lek më burr", thot. E ke ndjerë këtë se kam idenë që shteti jonë është akoma me një mentalitet komunist. E vërtet tani. Është gjithë shoqëria. Pra, politika është produkti i shoqërisë. Unë shpesh me miq themi është faji i leadershipit apo është faji i popullit. Kemi arritur në përfundimin që është çështje e popullit. Ky popull këtë politikë dhe partitë politike tash i përshtaten popullit, s'kan çfarë bëjnë domethënë. Ky është populli, nuk e ndryshon dot popullin. Themi vetëm popullin ndryshon me breza. Kalamajt tan mund ndryshojnë, mund kenë mendje tjetër. Po me këtë gjenerat që kemi, me prindrit tanë dhe me këto që janë një këm nga komunizmi, nga para 90 dhe një këm në demokraci, nuk e ndryshon do të trurin e njerëzve. Kështu janë formuar, karakteri formuar që në vogli. Themi brezat e arshëm do jenë ndryshe, kalamajt tanë do jenë ndryshe, do mendojnë ndryshe gjë, dhe do kërkojnë tjetër llogari te politika, te administrata shtetërore, te biznesi. Ky vend nuk është biznes oriented sepse s'kemi trashëgimi, nuk ka trashëgimi, nuk janë si thash holandezët që janë vendi me më tregtar në botë, që luajnë në percentezëm në çdo detaj, nuk janë si italianët që kanë biznes trashëguar. Shteti është faktor i rëndësishëm, siç thash. Atë subvencionon, ti je eksportues. Atë subvencionon në ndonjë gjë. Në mos të subvencionon se nuk e di, ndoshta na ndalon organizata botërore tregtisë këto. Po të paktën atë heq ndonjë taks të këto që importon të jo, se them letrën, nuk e di sa them sheqerin, se s'provojmë. Për më tepër tani kemi bërë luftë me gjithë ministrat të sektorit, sidomos sektorit të Ministrisë Financave, kemi bërë luftë për të mbështetur eksportin. Me të 5 ministrat kam shkuar vetë, jam marrë, duke quar dhe për ligjet gati, duke quar nga shoqata e prodhuesve gati, me të 5 ministrat e radhë, duke i thënë që eksporti është një nga levat e futis të euros në ekonomi shqiptare. Sepse ky treg është treg i vogël, treg 1.5-2 milion banor. Nuk e kam thënë shpesh në çdo studio, nuk ke ne si prodhues që jemi, me kokrat me gishtat e dorës jemi, nuk ke return të investosh në makinerie prodhimi, se shkon 3-4 milion, 10 milion një makinë, me 1.5 milion banor, 2 milion banor, është pamundur ta kthesh investimin. Pra aty o duhet të ndihmoj shteti që ti të dalësh në një treg më të madh. Kjo çon logjika, duhet dalësh në treg më të madh. Që të ulet kostoja sepse e di çfarë thot, i thash një herë një personi, janë çmimet e larta, më fal i thash. E di pse është bria 16.000 lekë dhe djathi bardh 14.000 lekë, se ai francezi përballon edhe transportin, edhe punëtorin francez dhe doganat, sepse ka treg të madh i thash, ndërsa kjo baxha prodhon vetëm për këtë tregun këtu. Absolutisht. Çështje numrash, ekonomia është çështje numrash. Çështje numrash. S'është opinion. Nuk ekonomia është thjesht çështje tregjesh. Çështje tregjesh. Ne jemi popull i vogël, po nuk dolëm jashtë kufive, e kemi të pamundur fare ta zhvillojmë ekonominë. Pra duhet kthyer vëmendje te eksporti. Ai shumë do të kthyer vëmendje te eksporti sa Italia për shembull ka caktuar një ministër që quhen Made in Italy. Portofoli i ministrit është Made in Italy, ose siç ka caktuar Greqia, një ministër për demografinë, që të shohë si mund ta mos na emigrojnë se dhe Greqia apo. Pra, unë them që duhet një portofol ministri për Made in Albania, sepse 1.5 milion banor, ne kemi bilancin tregtar me negative, kemi gjysmë, ne eksportojmë gati importojmë 9 miliardë euro dhe eksportojmë 4.5. Pra kemi një deficit tregtar me 4.5 miliard. Dhe ky është problem. Dhe shpesh në për takime, kur themi me të huajt, me Italinë, kemi një bilans tregtar 1 miliard euro. Ai është shkëmbim, po ti do bësh analizë me Italinë, sa më merr Italia mua sa i marr unë Italisë, ose me Turqinë, kemi një bilans 1 miliard mbi fjalë. I thuaj jo, po sa po merr ti mua sa të marrën ty. Macroni ishte tash për vizitë në Kinë dhe tha kemi problem, tha, sepse Kina ka një suficit tregtar me Evropën, do fillojmë vendosim bariera, tha, se s'mund të i tha ati zgjidhe ti, tha, Zimpini tha zgjidhe, se ti s'mund marrë vetëm para nga Evropa. Kina kishte arritur një suficit tregtar $1 trilion tashti para 2 ditësh, 1 trilion. I merr para gjithë botës dhe nuk blen asgjë nga bota, asgjë nuk blen, vetëm i shet botës. Ne kemi negativ bilancin tregtar. Këtu do të bëj si të sillim para nga vendet e Evropës këtu në Shqipëri, se Evropa vetëm po na merr, s'kan faj. Është ekonomia shqiptare e tillë. Dhe për ta bërë këtë gjë duhet që të kalosh në eksport. Aq mbrapa jemi me licitacionin, sa për shembull them dy, jo vetëm që nuk kemi suport për eksportin, paktën panajirët, siç e kanë gjithë shtetet e botë, panajirët.
Ato panajeri që marrin pjesë kompanisë shqiptare, paguaj ati. Ose le të paguajnë kompanitë vetë edhe zbrite nga fitimi, nga tatim fitimi. E di tani që, jo vetëm që s'bëhet kjo, po edhe shpenzimet për panajere që bëjnë kompani shqiptare, këto që janë me kokra, 1-2 kompani, nuk i zbresën nga tatim fitimi, nuk zbrite, nuk t'i njohin. Nuk i njohin, kjo është domethënë nuk ndodh në asnjë vend, nuk t'i njohin, se kam bërë luftë me ekspertë të Ministrisë Financave, po jo, po si, po qysh, po tek. Po çfarë bëni më? Ti që të bësh ti ke dorë ti jo në punës i vogël, aty ti që je, aty ti duhet vish nga biznesi, se ti s'ke punuar asnjëherë shtet aty. Nuk njihen akoma faturat që bëjnë kompanitë edhe ti tu në studio, po të bësh reklam në Facebook, në Instagram, nuk njihen si shpenzime, sepse duhet që Facebooku të hapi në Shqipëri nipt edhe ta japi faturën tatimore. Domethënë këto kanë ngel jo për vullnet politik, këto kanë ngel se është një në punës i vogël atje. Sa po vërplasa me këtë fenomen. Edhe do dërova paguajta sepse nuk jo, po kështu jo, po ashtu, pra, kjo është ai mentaliteti i vogël atje në punë, që s'e di fare. Edhe ne i shkojmë si biznes të themi. Jemi treg i vogël, isha të shihni panajër Chicago dhe merre një blerës nga Ekuadori. I them unë, më fal të gënjeva, nga Kili. I them, sa banor ka Kili? Tha mua, jemi vend i vogël, 26 milion banor, tha. Sa gjithë Ballkani. Sa gjithë Ballkani. Merre një blerës nga Brazili. Sa banor? 200 e sa, se s'm kujtohet, milion banor. Këto janë tregje që zhvillojnë. Këto janë tregje që ti po fut aty shpërthen. Erdhi një blerës nga Amerika dhe te ne aty. Tha, kam 8.000 supermerkata. Rrjeti më i madh në Shqipëri, këtu ka 150 supermerkata. Kjo është zhvillon ekonominë. Këto gjëra zhvillojnë ekonominë. Pra, çështje numrash, ekonomia është çështje numrash. Çështje numrash, çështje strukture. Pra, gjithë biznesi sot duhet kthehet drejt aktivitete me vlerë të shtuar. Çfarë thonë me vlerë të shtuar? 96% e bizneseve sot në Shqipëri janë 1 deri në 4 veta punësuar. Pra, 96% e biznesve 1 deri në 4 veta. Çfarë do të thotë? Do të thotë që ke biznese të vogla, bar kafe, restorante, furbuke, gjëra të vogla, ato nuk i rrisin dot rrogat, këto biznese vogla. Rrogën e rrit biznesi i madh. Ai ka mundësi të paguajë inxhiniera, ka mundësi të paguajë ekonomista, kimista, këtu ka mundësi të rritet ekonomia dhe ti mbash njerëzve, sepse emigracioni po e killte, emigracioni po e vret të vend. Qofse do fatkeqësia më e madhe që ka ky vend është emigracioni. Do me thënë, ideja është kjo, së pari, shteti tek neve duhet të luaj rolin emancipues. Të tjerë thej që politika është pasqyrim i mentalitetit popullor dhe neve ende kemi një mentalitet komunist ku biznesmeni shikohet si hajduti i cili ishte në gjendje të vjedhë. Madje nuk e çmojmë asaj fort i lagjes, atë të fortin e lagjes e çmojmë më shumë, ndërsa biznesmenin e shohin si pul që duhet i heqën publat. Por është detyra shtetit që ta bëjë emancipimin. Pavarësisht se si mendon populli, unë si shtet emancipohem dhe i hap rrugë biznesit. Tash do vija pikërisht tek emigracioni. Tej politikës është një problem që po e ndjejmë të gjithë dhe unë po shoh që po rritet numri i njerëzve, emigrantëve, sidomos atyre me ngjyrë nëpër rrugët tona. Tashmë mund t'i hasësh kudo. Si e shikon ti problemin, sepse në atë vitin kur theti që i ikën, shqiptarët ne harruam që po na ikte produkti më i çmuar. Fuqia punëtore e kualifikuar. Fatkeqësi e madhe. Fatkeqësi e madhe tani. Fatkeqësi e madhe. Ky vend ka, se themi, po të themi mbrapshta në 90-të, 91-shin, u gëzuam që po ikën emigrantët, po sjellnin para. Ky vend ka kapsuar fatkeqësi pafund Shqipëria. Nuk jam kështu permalozo, nuk jam optimist për vendin që zhvillohet, sepse kemi si faktor negativ dhe faktor pozitiv gjithashtu. Po emigracioni e ka plagos këtë vend në mënyrë të frikshme. Çfarë ka ndodhur? Në 91-shin ne patëm emigracion masiv. Iku një shtres të tërë, një shtres popullsie që ishte shtres riprodhuese, e cila do riprodhonte vetveten. Ikën. Ngelën gjithë vjetrit tu. Ikën. Në 97-ën patëm eksodin tjetër masiv. Iku prap një shtres popullsie, një brez i tërë, prap nga 20 në 35 vjeç që janë për riprodhues për të shtuar popullsinë. Vinë në kohën e pandemisë, pas pandemisë. Iku përsëri një brez i tërë riprodhues nga 20, 35, 40 që riprodhojnë, që lindin. Dhe tash vazhdojnë ikin.
sepse është tregu hapur. Dhe këto janë vrasit për ekonominë. Pse ikin Sokol, për arsimin apo për shëndetësinë? Ky është mendimi im që ikin për mungesën e këtyre dyave. Nuk ik asnjëri tani, nuk ik asnjëri për arsim për shëndetësi, ikin vetëm për rroga. Unë e them vazhdimisht, ikin vetëm për rroga njerëzit, vetëm për pagë. Nuk ikin njerëzit për shëndetësinë, nuk ikin njerëzit për arsimin, shumë pak. Ikin, qofse në total numrit, nuk ikin njerëzit për këtë gjë, sepse pse nuk ikin? Njerëzit ikin për rroga. Unë e mbështes dhe kam bindje personale se njerëzit ikin vetëm për paga. O ka rrogën Gjermania 3.000, po shkën 3.000. O ka Kanada 4.000, po shkën 4.000. Nuk ikin për arsim, ikin vetëm për rrogën. Se ai kur ikën nuk pyet se i ka shkollat e Kanadait, sepse sot masiv ka dhe Italia Jugut. Por zbrazet Italia Jugut. Pse ikin? Se ka rrogën 800 euro. Ikin në Milano se majnë më shumë, ikin me 2.000 euro. Po Italia Jugut Puglia i ka dhe rrugët, ka dhe arsimin, ka dhe shëndetësinë, sepse Italia i trajton njësoj. Qeveria italiane trajton njësoj me shkollat publike, i ka shumë mirë. Po zbrazet Greqia, pse po ikin? I ka dhe shkollat, dhe rrugët, dhe ujin e ka, edhe kujdesin arsimor, ka shkolla i ka shumë mirë. Pse po ikin? Por e rroga po, ikin në Zvicër, ikin në Angli. Pra njerëzit ikin vetëm për rroga, nuk ikin për asgjë tjetër. Çfarë do ndodhi me këtë vend? Pa ja vlen që vetëm të rritesh rrogat? Por rrogat nuk i rrit dot, u mundua administrata të i rrisi rrogat, tash. Shumë mirë bëri, sepse ato njerëz, shteti vetëm ato e mbajnë shtetin. Shteti nuk është godinat, nuk janë godinat. Shteti është, ato njerëzit janë shteti. Ajo është pasuria jonë. Se imagjoni një moment mos kemi shtet, mos keshë, kush do eci në thështatën. Ato njerëz duhen trajtuar shumë mirë që punojnë në administratën shtetërore. Duhet trajtuar shumë mirë, duhet mbajtur ajo administratë shtetërore. Kur punojnë mirë, ato që janë ato palca kurizore që e mbajnë, ato e mbajnë shtetin, ato e shkruajnë ligjet, ato i bëjnë. Si mbahet ky vend? Do kemi imigracion pa fund tani. Kemi kështu imigracion, hardhje. Do bëjmë, unë them vazhdimisht, ne do të importojmë njerëz. Do të importojmë, të zëvendësojmë njerëzit, siç bën Spanja. Çfarë bën Spanja sot? Spanja si ikin shumë mjek në Gjermani, shumë pa fund. Se më thot një mjek. Dhe çfarë bën Spanja? Merr mjek nga Amerika Latine për të mbushur vendet e vet aty. Ne na ikin njerëz, na emigrojnë. Do marrësh njerëz, do marrësh nga Afrika, do marrësh nga Bangladesh, do marrësh nga India, do marrësh nga Filipinet. Mbushim, sill 1 milion njerëz, sill 2 milion njerëz këtu. S'ka të bëjmë, janë 2 milion konsumator. Pra do blejnë 2 milion kafe në ditë, do blejnë 2 milion palë këpus, do marrin 2 milion apartamente me qera, do paguajnë 2 milion fatura ujit, pra na pasuron vendin ai. Sa ai do prodhoj, do fut në ekonomi. Po si të mbajmë këtë tonin kam hallë. Këtë tonin nuk vetëm me rroga ma njerëzit. Atëherë si mbajmë me rroga? Atëherë bizneset do të struktuar ekonomisë tani. Është struktuar ekonomisë. Ti thuash 96% të bizneseve rrisni rrogat, është e vështirë sepse ai po pati një biznes, një bar kafe, një market vogël, një dyqan rrobash, është një qi hidraulik, e ka të pamundur ti rrisi rrogat ekipit vet, sepse aq prodhon fitim ai. Fitimin e ekonomie prodhojnë korporat, kompanitë e mëdha. Ai që transformon produkt është rregulli i artë i ekonomisë. Po transformove produktin, ti realizon fitim për biznesin dhe paguan njerëzit. Pra, po prodhove gjalp, po prodhove djath, po prodhove fabrika, po prodhove gjithë to që prodhojnë. Po prodhove cement, po prodhove kova plastike, po prodhove lodra kalamaj, po prodhove shishe, po prodhove ujë, po prodhove çdo gjë, ti realizon fitim dhe paguan njerëzit. Po nëse ti bëve në trade, pra blerje shite, merr molto nga Greqia, merr malle, shet, merr kështu, ti je një transportues. Ti do të zvoglohet marzhi. Sepse nuk është se po i shton vlerën, por sepse ka konkurrencë. Pra, siç e sjellti malli nga Italia, e sjell edhe dikush tjetër nga Italia. Atëherë çfarë bëri zbra si gjë? Është e pamundur dhe këto kompani që vetëm importojnë dhe shesin, do i bie marzhi fitimi dhe do realizojnë dot fitim për të paguar stafin me rroga të larta, sepse aq fitim lë tregu, se tregu ti s'ngres, se lë tregu të rrisë çmimet. Dhe kjo është e ardhmja, që vetëm prodhimi, transformimi, prodhimi. Duhet të subvencionojmë prodhimin, do me thonë. Shtyr prodhimi, startupet, prodhimi, sa ato që transformojmë, prodhim, transformim po duhet software, engineering. Por lexoj një libër të bukur tash, Ray Dalio. Është ai CEO dhe founder i si quhet e kompania, fondi më i madh në Amerikë. Blackstone, po, në Amerikë. E thoshte, po s'prodhove, që ti jesh një vend i zhvilluar, thotë tani, do të kesh arsimin shumë të mirë. Arsimi shumë i mirë të bën ty të kesh një ekonomi të fortë. Ekonomia e fortë prodhon taksa.
Taksa ty të bëj një ushtri të fortë, ushtria fort të mbron ato rrutet komerciale nëpër detra që nuk sulmon njëri, dhe hapi fundi është që monedha jote pastaj bëhet me monedhë besimi dhe të gjithë investojnë te monedha jote. Këto janë hapat, pra fillon nga arsimi. Arsimi fort, inxhinier, kimist, elektronist, softwareist, këto të prodhojnë, se këto pjellin biznesin më vonë. Këto ta bëjnë biznesin. Sokol, ti je një biznesmen që ke rrogat mira te biznesi jot, kjo jo vetëm për faktin që je shkodran edhe ju e hidhni lekun, por edhe për faktin sepse I bërë për gjysmë, miksuar, se lindur e rritur në Tiranë, po... Qatë për qatë, po ai geni mbetet gjithmonë. Dhe e ke parë këtë pagesën e mirë të janë frenuar këta njerëzit për të ikur? Ja ke dalë ta mbash fuqinë punëtore? Absolutisht, pyetja më e bukur se më dëgjon dhe ekipi im që punojmë. Kompania jonë sot ka 250 veta tani. Ato e ndjekin, sa që është dritare, e ndjekin goxha. E ndjekin dhe përgëzoj për misionin, dhe gjithë rast, sepse edhe në Amerikë isha në Amerikë sa u ktheva, e ndiqnin rutinën, jo për bërë konkurrencë tani, po e ndiqnin goxha. E ndiqnin emisionin goxha, emigrantët. Ishin 250.000 veta në shqiptar në Michigan, e ndiqnin. Se pyeta çfarë shikojnë, e ndiqnin goxha. Edhe po shikoj klikimet, kishte goxha klikime dritarja në Amerikë. Në Amerikë kemi më të madhin, sepse është edhe më profit nga Amerika. Përmjet YouTube-it. Ky është problemi jonë që s'na ndihmon shteti që nuk e fut YouTube-in edhe ta monetizoj këtu dhe Facebook-un. Ky është problemi i madh. Pas me luftën e përbashkët. Po. Shteti pra, gjithmonë. Atëherë, në kompaninë time nuk i kanë asnjë tani. Për paga nuk i kanë askush. Askush s'ka ikur deri sot. Kemi pagat më të larta se tregu. Fizionomia dhe strategjia ime ka qenë jepi njerëzve 30% më shumë pagë dhe 40% më shumë se tregu, nuk tikin për pagë. E dyta, njerëzit rinë në punë për dy aspekte, për pagën dhe për kënaqësinë punë. Unë i kam thënë gjithëve aty te kompania, sidomos departamentet e HR, njerëzit mos ta ndjejnë veten në punë, njerëzit duhet ta ndjejnë veten si në shtëpi, që mos kur tiket mbylli punën, mos thot po ikën në shtëpi. Tjetë edhe puna si shtëpi, tjetë ambient jo toksik, tjetë ambient i mirë që njerëzit punojnë me kënaqësi, sa ato në fund fare janë bashkëpunëtorë dhe ato e prodhojnë, si shteti që parë që unë jam vetëm piloti, ato e bëjnë gjithë punën tani, ato punojnë dhe ne i duam si me pas njerëz shtëpi. Ata janë stewardesat që kënaqin klientin. Ato janë njerëz shtëpisë, ato janë njerëz shtëpi dhe ne i ndihmojmë familjarisht me gjendje me afër, kanë nevojë për mjek, kanë nevojë për doktora, kanë nevojë për ndihmë financiare, kanë nevojë për suport për kalamajtë vet. Jemi aty se është e kodë, domethënë ne s'bëjmë gjë, po si ishin ato, unë jam zero. Pa punojtësit e mi, unë jam zero. Ne kemi ekip, punojmë si skuadër. Dhe nga paga s'na ka ikë njëri. Kemi ngrit pagat për të konkuruar edhe Gjermaninë, për të konkuruar edhe Anglinë. Ne nuk ikën askurkush. Patjetër që kemi kërkesë të lartë, llogarie të njerëzit, i trajnojmë njerëzit dhe kemi, ne i marrin kompanitë e tjera, ne i marrin nga specialistë i bëjnë drejtora. Është bërë, po më thonë njerëzit, është bërë Krakow si akademi, është bërë nga kompanitë që i marrin. Ke punuar te Krakow, hajde. Ke punuar te Krakow, hajde. Pse është bërë si akademi? Sepse ne shpesh çdo 2 ditë tani kemi të huaj që vinë te kompania. Blerës të huaj, shitës të huaj, bashkëpunëtorë dhe ja dje kishin prapë të 5 veta të huaj. Dhe ti këtë e ke filluar, unë e mbaj mend këtu e 20 dhe sa vjet përpara, që se thotë që merr një italianës gjithmonë trajnonin punëtorët. Po. Na vin të huaj, bashkëpunëtorë të huaj që bëjnë, dhe ti ekipit ja them gjithmonë, unë kam kërkesë llogarie të ju, sepse ju do uleni me partner të huaj. Sepse nga që shisin në Evropë, shisin në Hollandë, shisin në Amerikë, shisin në Kanada, ju do trajtoni me ato dhe unë s'duaj që ju t'jeni inferior kërçi atyre. Unë s'duaj që ti të sillesh ndryshe, sepse po shkon të shit ti marrësh paratë atje, po shkon të shesesh atje. Kjo është apo jo? Po, një nga panajirët, po. Një nga panajirët. Po, panajirë fundit, gjithë ekipi atje. Po të shofësh i gjithë ekipi, i marrin me vete, kanë qenë mbi 50 veta në Gjermani, 3 ditë atje. Është si retreat, janë të kënaqur pa fund sepse edhe krenar për ekipin e Krakos. Janë njerëz që ka njerëz që punojnë edhe nga 20 vjet aty në kompani. 20 vjet në kompani dhe unë i gjend në vazhdimisht çka kanë halli miksor, çka kanë halli jam aty me mjekët i asistoj, i ri afër. Kompania ka bërë dhe siguracione suplementar tani. Çfarë do thotë? Çdo njeri prej këtyre, se ky është një pjesë që ka nevojë për spitale, kjo kompania i paguan deri në 8.000 euro, ja paguan kompania në çdo spital që është në Shqipëri. Shqipëri dhe jashtë. Pra, ai po dojë shkoj te spitali shtetëror, po edhe në spital privat ne i paguajmë 8.000 euro. Drogën e kanë 100% deklaruar, 100% deklaruar. Dhe që më bërë përshtypje, unë përlexoja një libër për Japoninë, për Federico Rampinit,
dhe tregon të jetën dhe më bëj përshtypje kjo matcha latte që i ke futur, sepse kjo ishte një pije e cila zanafillën e paska nga Japonia dhe që ka një gjë e re edhe për tregun e tanishëm, domethënë. Po ti e pas ke futur edhe atë, përveç këtyre çajrave, unë pëlqej shumë në fakt çajin e trëndafilit tëndin, aty kam një 6 paketa në shtëpi akoma. Dhe domethënë është një kompani që ka ecur me hapin e kohës. Sa mirë bëre me këtë foto tanë më mallëngjeve, është ekipi fantastik. Që sa të bukur janë, që sa të mirë janë, punojnë ditë e natë tani, pa orar. Është ekip fantastik, punojnë, nuk i kërkoj orar, punojnë ditë e natë. Ka njerëz aty që harrojnë shtunën, harrojnë dielën, punojnë, domethënë sepse ndjen si shtëpinë vet. Ja ke dalë që ti bësh pjesë të biznesit, pjesë të biznesit mëndërisht, ta kuptojnë që në qoftë se çedon ti, do çedojnë që të gjithë këta. Kështu që sa mirë bëri që vuri këtë vollin këtu, është fantastik. Ja, ma mallëngjeve duhet të punojnë që të gjithë që mos çedojmë, se ti nuk je vetëm, domethënë, është problemi që ata mos ta ndjejnë që ti e pronari, që po i mbaj me bukë, siç e kanë shumë biznesmen shqiptarë që thënë po të mbaj me bukë, po ti je ai që ke krijuar një projekt familjar për ta. Janë borxhli me këta, janë borxhli. Realisht janë borxhli, sepse kanë harruar shtëpitë e tyre, punojnë ditë e natë, vinë kur i gjejnë punë, i lëm punë. I lësë unë jam në për takime gjëra, i gjejnë punë, i lëm punë, bravo. Janë më të mirë të tregut, janë, po t'i krahasosh këto, janë më të mirët që ka Shqipëria sot. Ato i bëjnë, aty ka specialist, ka dhe njerëz të cilë, ka dhe të huaj, aty ka dhe spanjoll, ka dhe kosovar, kompania ka italian, kemi arkitekt gjitha, kemi inxhinier italian. Ajo që mua më bën diferencën te kompania jote është ja ke dalë të çash në tregun e huaj dhe më ka ardhur shumë mirë, domethënë nga ato fillimet e tua, kur merr një eksperiencë nga brendet e mëdhaja italiane që ishin në përbot, sot ke arritur që ti zëvendësosh edhe të shkosh ti vet aty. Nuk është e kollajshme tani tek eksportimi. Jo, pa dyshim që nuk bëhet pa. Negociojmë sot me shifrën e 3 dhjetore 8 centit. Ambasadori spanjoll në kompani. Ambasadori, tash është ambasador në Katar. E di, ishte shumë Alvar, i integruar për tu. Është mik i mirë Alvar, është goxha mik i mirë. Dhe në mos gaboj ti. Është goxha aktiv, një nga ambasadorët aktiv që ka pas. Shumë aktiv. Edhe shumë fan për Shqipërinë. Shumë, edhe shumë miqësor si tip. Në mos gaboj edhe investimi jot, domethënë e mbaj mend që kalove nga kjo që ishte gati ai ambienti një dhomë me një kuzhinë ishte, dhe këtë e them për të inkurajuar njerëzit, sepse nuk janë vetëm shtëpitë e barit. Diku e ka filluar me një ambient, një dhomë me një kuzhinë, unë e mbaj mend të parën e Sokolit, pastaj kaloi në një kapanon akoma më të madh të bërë me panele, sot ka një fabrik gigante për 5 katësh, e cila është 3 katësh, po gjithsesi e ndarë në fakt moderne kur vin të huaj tani. Dhe se qa kishe një kur erdha vizitohet, se qa ishte një për dezinfektimin e bimit. Po. Kjo është fabrika më moderne, gjithë që vinë është i kemi gjithë certifikime tani. Sot që të eksportorës jashtë do të kesh certifikime. Ta bësh certifikimin IFS-ën, që është International Food Standard, BRC, British Retail Consumer, me fair trade, që ti nuk shfrytëzon punën e punojësve. Ky është ambasadori japonez. Vë duart në kokë, sa linje komplikuar që në. Kam idenë që duhet të kesh një proces bajagisi, i thonë shkodranat ta automatizuar. Kemi 8 inxhinier mekatronist, kemi mbi 6-7 inxhinier kimiste, se për ndryshë nuk e del dot. Janë linja prodhimi që, se kur blema keni do të blesh edhe inxhinierën, do të blesh kimis, se këto do konfrontohen me kolegët vet nëpër Evropë. Ne i çojmë vazhdimisht trajnim. Duhet të dimë të flasin gjuhën e tyre në kuptimin teknik. Po, sepse është eficiencë, ekonomia është sa eficiente je. Isha në panajër një herë dhe merrte një blerë si Lidlit, o Lidl o Aldi's, më kujtohet, dhe u interesua për çajrat dhe cappuccino dhe çokoladë që prodhojmë ne. Edhe më tha, filluam duke i themi që cilësia është e mirë. Tha, forget it, harroj, what about the price? Pra më thuaj çmimin, tha. Pra, të gjithë biznesmenët duhet të kuptojnë që është vetëm çmimi. Vetëm çmimi dhe asgjë tjetër. Vetëm ne negociojmë çmimin sot me mas presës dhjetore shifrën e tretë. Mas presën dhjetore shifrën e tretë. 0
572 cent, jo 0.571 cent, sepse është konkurenca aq e madhe. Sa që të mërshme sot që ti të shkosh t'i kapësh punën, një francezi, një gjermani, një italiani, negociohet me cent. Dhe kjo nga ka stërvitur, nga ka bërë marinca, që kemi një eficiencë, pra çdo proces të ne është automatizuar me sisteme të tilla që çdo gjë është në minimumin e shpenzimit, në minimumin e kostove. Pra, sepse ndryshe humb tregun, pra gjithë biznesi sot duhet shohë vetëm kostot. Cilësia nuk është një prioritet, cilësinë e kanë gjithë. Do të shohim kostot, pse s'na shitet vaji jashtë, pse s'na shitet djathi jashtë, pse s'na shitet je shtrenjtë, shkot, je shtrenjtë, duhet të jesh më lirë. Po si bëhet më lirë? Bashkohu, bëu ekonomi e shkallës. Ekonomia e vogël nuk e del dot. Duhet kemi ekonomi shkallë, si fermerët, si djathi, si baxhu, duhet bashkohen, po s'pat ekonomi shkallë, po s'pat numra sasi, se të bien kostot. Bien kostot për punë. Do të them një eksperiencë personale, kur isha në Bari, konsul më thonë një baxhoxhi i madh nga Përmeti, më thotë, "More, a ke mundësi ta çosh të djathin tim në Italinë e Jugut?" Në atë kohë sa kishte filluar futej djathi feta grek në Italinë e Jugut, sepse kishin ardhur shumë student grek. Në atë kohë Greqia kishte krizën e arsimit të madh dhe Universiteti i Leçës dhe i Barit kishte shumë student tillë. Dhe i thash, këtë e them për të mbështetur idenë tënde. Dhe i thash, shiko, e para është certifikimi, që ti duhet bësh certifikimin. Po më thuaj, sa prodhonin, thash, i mbush do të 10 maune ti? Jo, thaj, Allah, unë po mbusha gjysmë maune, jemi duke folur për një treg, thash, fabrika jote, ka kapacitete? Ka pa fund, ne punojmë, ka pa fund. Sepse, një gabim që bëjmë ne, po, biznesi është që bën investimin para se të gjetë tregun. Ti s'mund të bësh investimin para se gjesh tregun. Ti do gjesh tregun, pastaj bën fabrikën. Ti do gjesh ku të shesësh, pastaj do mbjellësh domate. Pra, i bëthirë çdo njeri që para se të bëj investime, të gjetë tregun. Edhe problemi i bujqëve ta. Po, të problem kanë dhe fermerët. Mbjell qershi ose mbjell moll, pa e ditur ku do e shesin. Duhet ta fillosh nga ne, për shembull, për bimët medicinale, ne shkojmë që në fillim të mbjelleve, blerësit tanë, kimistët tanë, bredhen në përbot, shkojnë shikojnë fushat, bëjnë analizët e fushave dhe parapaguajnë prodhimin 30%. Pra ne bukojmë, ne e pronojmë që në fush. Dhe ai fermeri atje fermeri huaj e di shumë që ka të shitur atë, sepse kemi parapaguar 30%. Pastaj çojmë kimistët tanë që bëjnë analizat, çfarë pesticidë ka përdorur, çfarë ushqimi ka përdorur, se mos e hedh pesticidët se në fund fare ti nuk e shet dot produktin, ta kthejnë mbrapsht. Një problem që kanë prap fermerët tanë. Pra, duhet të ulin nivelin pesticideve. S'mund të thonë që jo shteti, po ti bëhesh si puna shëndetit. Shteti sot i mos e pi cigaren, shteti sot të shqip punë, edhe për prodhimin tënd, bëhu vetë zoti që hapi një libër, kujtohet, do të japi një pesticid ato, kërkoje diku atë pesticidi, mirë thuj fëmijës tënd, ma kërkon çat GDP këtë ky pesticidi, është ndaluar në Evropë, sot s'mund thuash që se dija. S'mund të kërkosh çdo gjë nga shteti. Është e pamundur. Merr një agronom privat, paguaj thuaj dëgjoj, ky pesticid lejohet, mos thuaj që po si. Megjithatë dua të kundërshtoj në këtë pikë të kërkosh diçka nga shteti. Kemi një sektor, AZBR-ja, një agjenci e cila merret për ndihmuar bujqësinë. Unë kam qenë në zonën e Kolonjës përpara 3 vjetësh. Plantacione të tëra me moll, të cilat t'i shisnin për një copë buk gojet. Dhe aty nuk ishte një fabrik që të prodhonte lëngun e mollës, ose mollën e thatë, ose nuk e di. A mund të subvencionoj ty shteti që të thotë shiko, ço edhe një fabrik në Kolonjë? Unë kam qenë gjithmonë, kjo është shumë e bukur tani, kam qenë gjithmonë kundra. Kam qenë gjithmonë që parat, subvencionet, mos e jep fermerit, i jep industrisë. Mos e jep mor fermerit, jep industrisë. Fermerit e japi njëri që bën lokal, direkt, bën lokale. Mos e jep fermerit, sepse, e para, fermerit do japësh atë. Ku do shesi produktin? S'ka ku shet produktin. Jep industrisë për punuse që dikush të bëjë si shteti tani. Një fabrik lëngur frutash, të bëj një fabrik salce, të bëj diçka, sepse ai është interesuar vetë pse t'ia blej fermerit. Thot fermerit, mbille këtu, mos e migro, ja, unë jam tregu për ty. Është fatkeqësi që sot në Shqipërinë s'kemi një fabrik lëngur frutash, more. Nuk kemi, mund të jemi vend me vend që s'kemi fabrikë që të lëng frutash, çdo gjë vjen nga jashtë. Nuk kemi fabrikë salce më. Ore të merr një fabrikë salce se kemi këtë vend. Nuk e kemi. Pra, po të kesh një fabrikë salce, thuk fshatar, mbill çik domate se i ke të shitur atë unë, ti blej unë. Do ta vroj dhe asistencë. Po, se i interesuar.
Sepse po ti marrësh domate, nëse unë do kemi një fabrikë salte, po them i interesuar të mos ketë shpenzime transporti, që ta marrësh mollën nga Polonia ose ta marrësh nga Kina ose ta marrësh nga Serbia, ta kesh aty te dera shtëpisë, sepse shpenzimet e transportit pra duhet t'i japësh industrisë, ato fonde të shkojnë te industria përpunuese. Ose po të kesh një fabrikë qumshit, i thua ti që më dhe, ore, mjetit mos e qo eksport, të marrën qumshit. Ose po të kesh një fabrikë djatë, më duhet mua, ose po të kesh një industri përpunimi, industri. E pra, ja pra ku dolim të shteti, që duhet të t'jap shteti të thotë, na urdhroj, $1 milion, mos bë lokal dhe hotel këtu për bujë, sepse edhe këtë që do shesësh te ky hoteli dhe restoranti do ta importosh nga Maqedonia, se kështu ka ardhur puna e turizmit ton, domethënë vetëm 20% e mbulojmë me produkt vendi, por bë fabrikën aty dhe pra ja ku del nevoja e shtetit. Absolutisht po. Shteti është lehtësues. E tham që para 30% e shteti, 7% e tham që në fillim të emision 20-30% e hap rrugën shteti. 7% shteti mund ndihmoj me taksa, me tarifa. Siç ndihmojnë tash Macroni ose Evropa ndihmon biznes me tarifa. Po s'janë ndaluar tarifa, se ne themi pa tarifa Evropa vendos tarifa. Trumpi për të mbrojtur prodhimin e vendit, vendos tarifat tash. Edhe ne si me Evropa, pra në kuptimin që mund ta ngrim zëri, se është puna edhe për shtatën çik me sa duhet futur në Evropë. Se dolëm edhe Evropa, do futem në Evropë. Gjë e mirë tani të futem në Evropë, sepse del një treg 500 milion banor, 400 sa milion banor, gjë e mirë, ka vend për gjithë, se shpesh ka njerëzit frikë, do futem në Evropë, jo. Ne jemi gjatë në Evropë, ne eksportojmë. S'ka pikë frikë s'ka. Sepse do hiqen gjitha taksat doganore. Pa, do hiqen gjithë taksat doganore, le të vi kush të vi, ajo do ketë punë për gjithë. Beso se është delni, si ta them ty, ne jemi sot në Tiranë, kemi 1 milion banor. Edhe t'jesh edhe në Tropoj, po them unë, t'jesh atë të kesh një biznes. Dhe të shi, kush më minë, Tiranë apo në Tropoj të kesh biznes? Tiranë, se që shi numra, që janë Tropoj, po them ose në një fshat tjetër, diku tjetër. Me 5.000 banor biznes, normalisht do punoj për ato 5.000 veta. Ti punoj për, do na sulmoj, do përshtatesh, se njerëzit janë survive, do përshtatemi, do ketë vend për gjithë. Se është 3-500, nuk ka vdek njeri nga gjithmonë e zhvilluar bizneset. Jo, edhe këto që i kanë bar kafe. Apo punojnë tash që u hapën tregjet. Gjithë po punojnë në hotele, se po vinë turista. Do i kemi çmime të lira. Avantazhi jon është që jemi mes Evropës në 1 orë. Ne sot shkojmë në Milano, shkojmë në Vjenë, shkojmë pra. Kjo është fat i madh. Ka dash Zoti që jemi gjeografikisht në Evropë. Se mund të ishim edhe diku tjetër dhe aty pastaj çfarë do bëjmë? Në mes të mesdheut, jemi në mes të mesdheut. Po, do të them që do vi shumë shpejt dhe koha prodhimit, sepse investitorët dhe biznesmenët përrirën ku ka fitim më të madh dhe më të lehtë. Fitim më të prodhimi është një mallkim. Kush është fut prodhim sot po ta kthej kokën mbrapa, domethënë është i tmerrshëm. Unë po të isha kthyer mbrapsht, do ishte marrë më prodhim, po me këto mend, sepse ti unë them gjithmonë, brezi i parë është brezi ai që vuan, që krijon. Brezi i dytë dhe i tretë do jetë ai që do bëj. Quhet brezi pionier. Po, se ti e ke krijuar, ti e ke lodhur, ti e ke derisa e ke futur strukturuar. Brezi i dytë dhe i tretë dhe i kam thënë shpesh Kalemaj, unë do jem se ku shkon te Levaca ose te Barilla, kanë foton aty, ai ka krijuar një gjyq skulpturi, nxirre, pikturë atje, ai ka qenë 200 vjet përpara, o ai po, dhe e kanë harruar atë kornizën aty. Kështu do jemi, pra. Por të kthyer te realiteti, investitorë shqiptarë dhe biznesmenët shqiptarë deri tash kanë qenë ndërtimi, se ka qenë shumë profit. Po bie ndërtimi dhe do mendojnë tash do ku do investojnë parat. Se po bie ndërtimi, edhe do hidhen patjetër prodhim. Do hidhen bujqësi. Do ja dalin. E di pse po them, sepse ti për shembull ke pasur formimin ekonomist dhe në një farë mënyre këtë eksperiencën që është sa 2-3 universitete, ke 30 vjet që po e ushtron. A mund të kalosh për shumë se është si të thua ashtu që shiko Sokol, kalo nga ky profil, kalo ku të themun ty në prodhimin e mikrochipave. Është pak e vështirë ta bësh, A do jenë në gjendje këta biznesmenët tanë, apo do bëhen aq të mençur sa të marrin CEO, specialista të aftë për këtë punë? Sepse shikoj që neve jemi shumë biznes familjare, dhe bizneset e mëdha mbesin familjare gjithmonë. Pyetja edhe kjo shumë e bukur tani. Atëherë unë lexoj shumë libra, kam bibliotekën time libra, marr nga ato titull. Dhe ti e di se e njeh shumë mirë Italinë, Italia prandaj po ikin gjithë brendat e mëdha, sepse baballarët i krijuan po ja u lan kalamajve. Kalamajt edhe s'ishin zot për ta zhvilluar më tej. Absolutisht. Është vërtet shumë. Thuhet në gjithë librat e ekonomisë tani, niveli i një organizate është niveli i menaxherit. Pra, ti shiko menaxherin dhe kupton nivelin e departamentit që ka. Ti shiko
CEO-n dhe ti kupton nivelin e ka. Pra, ai është niveli maksimum i çdo organizate. Vendos një drejtor departamenti, ai është niveli maksimum dhe nuk lë as kërkën ta bypassoj. Vë një menaxher, qofse vure nivel të mirë, ai do të heqë gjithë në lart. Qofse vë nivel të ulët, ai s'le as kërkën të kalojë sipër. Pra, si CEO, si pronari, përfaqëson nivelin maksimal të organizatës. Qofse janë të palexuar, është problem kjo ose të pa kënduar, si thoshim dikur. Duhet hapin libër, ose nëse se bëjnë vetë, ta bëjnë siç e kanë bërë në Arabi Saudite ose siç kanë bërë merr ca harvardist dhe vëj CEO, merr njerëz të shkolluar jashtë, vëj CEO dhe ato ta ngrejnë kompaninë, lidhja me fitimin dhe s'ke nevojë të lexosh vetë. Pra këto 2-3 lëvizje i bën, pra delegoj. Dhe pyetja tjetër ishte shumë biznesin familjare. Është e vërtetë. Ne akoma jemi në fazën biznesi lidhur me familje, ku pronari është edhe CEO, edhe i di gjitha pronari. Duhet delegosh, duhet të japësh atyre. Ti mund të jesh investitor, po duhet delegosh. Dhe është gabim që mendosh të lësh biznesin kalamajve nëse janë formuar. Jo, kalamajt jo. As në asnjë mënyrë se shkatron biznesin. Kalamajt o investo për kalamajt dhe çojnë shkolla të mira, të bëjnë dhe eksperiencë punë atje, bëjnë marinca dhe pastaj kthejnë kompani gjithmonë në rast se e meritojnë. Ose lëri si investitor të marrin atë fitim dividendi dhe mos i përzi fare në kompani. Siç e ka bërë Fiati. Fiati nuk i futi kalamajt drejtojnë. Mori Markionin, mori tjetrin. Atë detyra çdo prindjesh çoj, të bëjnë shkolla të mira, dhe leje 2-3 vjet atje të mësojnë, por leje mirë atje të bëjnë mos ka, dhe pastaj bëjnë gavetën, pra, bëjnë marinca atje dhe pastaj shikoj, janë bërë të mirë apo jo? Se i çojmë kalamajt për shkolla jashtë, por në shkolla kalamajt nuk është se i përgatit për punën, se në shkolla mësojnë, shkolla si në bërë shkollat e Evropës, 2 ditë online, 1 ditë shu, 3 ditë me shoqërinë, shkollat janë kavalishencë, shkollat janë pushime, kuptim. Puna shërët, puna, qojnë punë që qojnë... Puna e certifikon, atë. Puna që qojnë në orën 7 mëngjesit, shkojnë punë, kthejt 15 dite, të zihet me shefin e vetë, të bërtas me shefin e vetë, një shef të thotë shkru, sepse i mëson edhe si njerëz, i bën do human. Dhe pastaj kthejnë kompani dhe shikoj, ja vlenë Slavin, të ndoshta ja vlenë shumë mirë. Sepse fatkeqësisht dhe fatmirësisht, gjithë to bizneset që kemi sot mas 20 vjetëve në Shqipëri, do i kenë kalamajt mas 20 vjetëve. Dhe bankat sot, sistemi bankar që i përkupuar, thotë, do vi një gjenerat që i kemi dhënë kredi këtyre kompanive, thotë, që ishte me disa CEO-të banka, jemi përkupuar që do ndodhi mas 10-15 vjetëve, kur ky brez që jemi gjithë me radhë, do thotë, s'do jenë më, dhe do jalen kalamajve. Pa është brezi kalamajve i përgatitur që të marri stafetën për të shuar për pare, se ti ke investime të rëndësishme në këtë vend, të cilët i kanë baballarët. Është Sokol? Se ti njeh shumë nga biznesmenët. Ka që e ka, sepse di për shembull që i kanë çuar në universitetet angleze, Oxford, Cambridge, dhe nuk ju kanë ndetur këtu, janë kthyer këtu dhe këtu nuk po bëjnë punë, nuk kanë pyk. Për mua është gabim i madh. Gabim i madh ti mësosh kalamajt me siç e kam unë. Ndoshta qofsh on gabim. Kalamajt duhet mësuar një herë me punën, Unë e di që ti kalamajt i ke shkolluar dhe i ke lënë në Amerikë që të provojnë se sa ju vlen lëkura. E kam thyer gocën tash, është fut kimiste në kompani, po punoj 2 vjet, çojnë 7 mëngjesit. Mos i marrë një nga fakultetet më të mira, Boston College në Amerikë. Punoj 2 vjet në një fabrikë të Elon Muskut, që bërë një bateri recycle, nga 7 mëngjesit në 5 mas dite, shkonte 1 orë me tren, mas trenit, Uber, mas Uber, shkonte 1 orë gjysmë larg nga Bostoni. Për ditë kjo, për ditë si kthehen 6 mas dite. Tash e kanë futur në fabrikë dhe do të trajnohet, e kanë futur te prodhimin, do të trajnohet jo drejtuese, njësoj me ato të tjerët. Sepse se njëftë ndryshme. Si Fordi e bënte shumë, baron në shkollën, pastaj i fuse punëtor. Kam djali në San Francisco, djali punon nga ora 7 mëngjesit 12 natës tani, për ditë, 7 mëngjes 12 natës, 7 për ditë, edhe dielën. S'kam kohë thot hajt darkën, sepse më duket sikur po lë për një punë. Kjo është puna që ti mëson kalamajt. Se do e kenë pushime përpara, s'mund të sjellësh kalamajt të fillo bëuni drejtuese, po jo, më për stërvite që të bëhet e mirë. Sepse do ja falë një, do ndoshta kam unë gabim, them që e kam se secili i bën fëmijës si të doj. Unë kam unë gabim, edhe i tërhiqem, s'du të jap mend kurkujt, domethënë. Kurkujt. Unë për vete time kam qenë në disa biznesa të mëdha në Milano, i kam parë bile në një rast nuk harrita të njihja pronarin sepse ishte bashkë me punëtorët aty që po punonte. Dhe është e vërtetë që kush ka mbijetuar i ka futur fëmijët e tij të bëjnë gavetën, shkollimin e mirë, pastaj gavetën, pastaj të ecin përpara ose
siç ka pasur të tjerë që kanë falimentuar, për shembull Eselunga e famshme, e la djalit e pa që s'bënte, i tha na dividendin dhe mos u ngatrove nëpër këmbë. Atëherë, zona e lirë ekonomike, ti je një ndër pionjerë, për mos të them pionjer i kësaj. Çfarë është kjo dhe çfarë do shërbej? Zona lirë ekonomike, po Nexus Park Tirana është nga projektet e mëdha, ndoshta nga më të mëdhat afër qytetit Tirana, afër kryeqytetit. Kur morëm GIS-in në Bashkinë Tiranë, thash GIS-i më i madh që kemi marrë ndonjëherë. Është gati 60.000, 50.000 metër katror, 55.000 metër katror. Është 55.000 metër katror, po, 5 hektarë gjysmë. Më është në autostradën Tiranë-Durrës, është mbrapa Benz Mercedesit, është 8 km nga Tirana, është 20 sa kilometër nga Durrësi, 3 km nga Rinësi, është në Tregonçi Bermudës. Pra, një biznes që vjen këtu e ka connection, ka lidhjen direkt, pra një huaj, një shqiptar, ka aeroportin, port Tiranë, administrat, Tirana ka 2 hapa, sepse edhe stafi vjen nga Tirana, ka 1 milion banor. Pra, nuk mund të bësh një investim të tillë ta bësh në vend ku s'ka njerëz, duhet bësh ku ka njerëz, sepse edhe bizneset që vijnë këtu duan njerëz që të punojnë, s'kan ku gjen njerëz, kështu që Tirana është edhe burim furnizimi për ekonomisë financiare, punëtor, pra prandaj është mirë, është afër qytetit Tiranës. Investimi mund të jetë nga investimet e para në park logjistik. Në Shqipëri, çfarë konsiston kjo? Janë magazina të cilat shiten dhe subjektet që janë brenda kanë lehtësi ekonomike. Qeveria për të incentivuar dhe për të stimuluar ardhjen e investimeve në Shqipëri i jep zonë lirë ekonomike. Faleminderit qeverisë dhe kryeministit. Te kanë ndjekur Kina. Kina. Faleminderit kryeministit. Shëngjeni në mos gaboj që ishte një vend me baraka është kthyer në një pol. Do të falenderoj kryeministin Rama që në dha këtë mundësi direkt, edhe Ministrinë e Ekonomisë, që kemi 9 muaj që merremi me Ministrinë e Ekonomisë për studiuar dosjen, kush do vi, investime, si do bëhet, ku do bëhet, si 9 muaj që merremi me dosjen për të bërë më të mirën në këtë vend. Është investim privat dhe gjithë subjektet që vinë këtu brenda në parkun Nexus Park Tirana, në Nexus, kanë lehtësira fiskale. Qeveria jep këto lehtësirat në mënyrë që të stimulojë biznesin, që të rieksportoj. Pra çfarë thotë? Çdo subjekt që vjen aty brenda nuk paguan dogan, do vi aty brenda, sipas ligjit është detyruar të vi dogana, është terminal, do bëhet një terminal doganor, sepse do vinë njerëz, do futen, pra ligji i thotë doganat do të vish aty. Vjen dogana dhe njerëzit vinë, kompanitë sjellin produkte, sjellin lëndë para, sjellin makineri, sjellin produkte dhe i fusin te parku logjistik. Nuk paguajnë dogan. I mbajnë aty brenda. Mund të procesojnë, të asemblojnë produkte, të bëjnë prodhime dhe i rieksportojnë. I rieksportojnë jashtë dhe nuk paguajnë asgjë. Pra, është si me thënë zonë lirë ekonomike, fik zonë lirë ekonomike, pra ti sjell produkte, i bën aty, nuk paguan dogan, nuk ke impenjime keshi, nuk ke impenjime, ke likuiditetin free. Nuk s'do paguash 20% dogan, s'do paguash taks doganore. Futesh aty, punon, i asemblon, i bën, i produktet, i rieksporton, 0 taksa. Ndërkohë, në rast se këto produkte i shet edhe në territorin shqiptar, paguan doganën si çdo kompani tjetër dhe TVSH-n. Avantazhi i dytë është që bizneset që janë brenda parkut, këto që do vinë, që kanë blerë, që po investojnë aty, nuk e paguajnë taksën e korporatës, tatim fitimin gjysmë, pra nga 15%, 7.5%. Është gjysma tatim fitimit. Nuk paguajnë, lehtësia tjetër është nuk paguajnë taks për pronën të bashkia. Nuk paguajnë, për 10 vite. Shpenzimet për research and development i njihen në bilanc her 2 fish, që të paguajnë më pak tatim. Shpenzimet për trajnime që bëjnë për staf, i njihen në bilanc 2 fish, për të paguar më pak tatim. Dhe kanë lehtësia të mëdha për çdo punonjës që marrin rishtas, paguajnë gjysmën e kontributit të sigurimit shoqëror. Për çdo punonjës që marrin gjysmën e kontributit të sigurimit shoqëror. Pra më shumë se kaq qeveria s'ka ç'a bëj. Ky është një nga parket që duhet konkurrojë parkun që është në Serbi, në Hungari, në Maqedoni për të konkurruar. Me shpresë kemi nga farmaceutika nga jashtë kanë ardhur kompani dentare, të cilët kanë lehtësi fiskale dhe duan të sjellin laborator, të montojnë këtu pajisjet, mos i marrin gashmë nga Italia ose farmaceutika, ti kanë këtu për
për të shitur në territorin shqiptar dhe për të rieksportuar mbrapsht. Kjo është Sokol, këtë e kanë zbatuar kinezët. Unë ju përmenda një qytet që e nxjerrin shpeshherë rrillsat, Shenzheni në mos gaboj, i cili dikur ishte një mjerim i madh, sot është një ndër polet e tregtisë. Mund të hapet ky pastaj nga një, le të themi, pikë, siç është kjo, të bëhen qytetet tona? Ka pasur qeveria në zonë të ekonomike këte nga nërmend këte me sa di një zonë të madhe. Nuk e di me të thënë drejtën tani. Nuk e di diku këte nga Durrësi, më duket Porto Romano, dikur para 10 vjetësh ka qenë një zonë këte para se të futesh në Durrës, në kratë djathtë, se njoh mirë gjeografikisht si quhet zona. Mbaj mend që ka qenë një zonë, edhe mundsi zonë Liekon. Nuk e di ç'është bërë. S'do kanë investuar edhe. Nuk e di ç'është bërë. Se do të jetë ekonomia në çik kështu tani, ndjellse ekonomia. Pra të vi një huaj, po mirë thot, po sa kam krahun e punës, a ka njerëz për të punuar, se mirë po vi, po investoj, po më duhen 100 punojës, më duhen 30 teknik, më duhen 2 inxhinier, më duhen 5. Nuk është vetëm që po jep të lehtësi, duhet dhe ekonomia të jetë ndjellëse. Pra, që të kem profit. Sokol, si jemi me përgatitjen e punonjësve të kualifikuar, të këtyre shqiptarëve që na kanë mbetur, të cilët me sa di unë edhe këta po i skedojnë që t'i marrin, po si jemi me përgatitjen e punonjësve, siç kanë qenë dikur shkollat e profilit profesional? Kemi dy trende tani, janë dy faktorë. Faktori i parë është që në degët e vështira, inxhinieri, kimi, në gjithë degët e vështira, mekanik, elektronik, mekatronik, aplikojnë shumë pak student, sepse tentojnë gjithmonë shkojnë për ekonomik, për juridik, për shkenca sociale. Aplikojnë shumë pak student, se duan degë të lire. Kjo është gabimi i prindërve dhe gabimi i ndoshta i qeverisë që thotë s'ka më kuota këtu të shkenca sociale, s'ka më psikolog, s'ka më social. Ndoshta dhe aty aplikojnë pak, nuk, po duhen çuar studentët e inxhinieria, të matematika, të kimia, 8 veta të inxhinier mekanike. Viti, gjithë 8 veta, nga mekatronikë, 8 veta të kimia s'ka student që aplikojnë. Fizika u mbyll. Fizika u mbyll. Pra, këto e mbajnë shtetin, këto e zhvillojnë ekonominë, këto gjëra. Këto studentët nuk aplikojnë. Duhet Ministria e Arsimit Rregullator të çojë, të thotë u mbyllu kuota këtu, ose universitetet, se kanë kuotat vetë universitetet, se ka ministria, ti japi push këtyre degëve, se këto e mbajnë shtetin, këto e mbajnë shtetin. Ne vuajmë sot për inxhiniera, për kimist, për mekatronistë, për elektronistë, vuajmë. Do vi puna të importojmë edhe këto nga India, sepse gjenë me bollëk në Indi. Po se janë budallin këto shtete që kanë zhvilluar. Italia ka nga fakultetet më të mira në Torino për Politekniku, mbahet me famë Politekniku. Pra këto e zhvillojnë ekonomia, e zhvillojnë dhe ana sociale, shteti ka nevojë për gjitha. Po duhet shtysh këtë. Dhe niveli i universiteteve, sot është një, ka mundësi të bëjmë më mirë, universitetet, s'po them për ta rrugë, ka mundësi të bëjmë më mirë. Pra, kurikulat e lëndëve duhet konsultuar me industri, që ka nevojë industri. Dilë në autostratë e janë Durrës, është po thyste 80% e GDP-s të vendit. Dilë në autostratë, ose merru me shoqatat, kontakto shoqatat, edhe thuaç, çka keni nevojë të dega inxhinierisë mekanike? Edhe themi në 1, 2, 3, 4, futi ato lëndë aty. Çka keni mos jep lëndë kot, se nganjëherë edhe pedagogët për të akomoduar vetveten shpikin lëndë. Unë edhe ndoshta do ishte mirë që ti drejtojmë lëndët ku ka nevojë tregu. Ku ka nevojë tregu, pra. Po prodhojmë me bollëk inxhinier. Inxhinier kështu nga këto ndërtimit, arkitekt. Ku je arkitekt? Ku po shkon arkitekt, inxhinier, ndërtimi, inxhinier, sepse ishte bumi i industrisë, po do mbaroj dikur ky bumi. Ka shumë inxhinier ndërtim, ka shumë arkitekt, ku do kalosh pastaj? Shumë mirë bëjnë. Po shiko dhe këtë degë të tjerë. Pra këta njerëz nuk është janë pa brum, po duhet të ishin orientuar. Duhet të orientuar, se shumica janë arkitektë, janë zotëse, fal atyre janë bërë gjithë punë bukura që kanë bërë, por duhet edhe inxhinierit e rëndësishme që bëjnë industrinë, që bëjnë elektronikë, që bëjnë mekatronikë, se ato zhvillojnë. Ato pastaj nesër ato ta bëjnë biznesin. Ato pjellin fitim, prodhojnë fitim, ato paguajnë taksa, bëhet ekonomia e fortë, që të konkurosh me Greqinë, me Maqedoninë, me Serbinë, për shembull, industria e armëve e Serbisë. 1 bilion euro eksport, 1 bilion euro eksport. Po hajde bëj këtë industri në Shqipëri, industri në armë, shumë mirë iniciative, po ke nevojë për inxhinier, ke nevojë për tornitor, s'ka. Që ne s'kemi ne në kompaninë tonë tornitor s'ka,
I them këtyre, marrim torna freza, aty t'i bëjmë veto, po s'ke tornitor, më thënë, s'ke frezi, s'ke, se do është brezi i që do të dali. Atë detyrojmë, marrim telefon jashtë, Itali, Gjermani, kemi nevojë për këtë gjë, kemi nevojë këtë detaj, dhe çmimi atyre është 10.000 euro një dado, dhe 15.000 euro një gjilpër ose diçka. Ndërkohë që këto janë ato që... Më bëri përshtypje një herë pash në Facebook një tornitor i këtij kombinatit autotraktorëve, kur kishte ikur në 97-ën kishte marrë edhe tornon dhe në Pirak kishte bërë boshtin e motorit të Anijes me atë tornon njeri. Domethënë një krim i vërtet. Po. Janë ca tornë tani kanë ngel ca të uzinës traktori se pyetën inxhinierët e mi, janë te tunelet në Shkodër, edhe shkojnë aty këto inxhinierët e mi që bëjnë një gjë ose ka pioner në Durrës, ka ca pioner. Por që ka nevojë të industri. Të kanalizohet, të formalizohet. Në Vlorë kam mbetur vetëm një, vetëm ai po punon tornitor. Po ka nevojë për ta zhvilluar këtë vend. Vërtet. Sokol, një pyetje të fundit. Je konsul nderi i Letonisë. Për si pasion i asaj që punove në Ministri të Jashtme disa vjet edhe ta kesh edhe këtë hobi, le ta themi, ta vazhdosh. Çfarë konsiston, çka kënaqësie të ka dhënë, çfarë vështirësish ka? Duke qenë konsul nderi i Letonisë, fillimisht mu propozua nga Ministria e Jashtme, nga Ministri Ditmir Bushati, ja falenderoj, dhe mu propozua. Më ka ardhur një mirë, thash, duke qenë se kemi karrierë diplomatike në ministri, kemi punuar në ministri. Dakor, thash, filloi seanca pyetjeve në Letoni, u prezantova Letoni, prezantuam dosin time, seancë kaluan, janë shumë serioz. Kaluam gjithë drejtoritë, intervista për të parë kush është. Kaloi 2-3 muaj, bën ato survey për mua, pastaj më thanë, dakor, kemi aprovuar për konsul nderi i Letonisë. Konsul nderi i Letonisë është më shumë pozicion honorifik. Dhe nuk e asgjë kështu benefite. Jo, benefite. Kushtet ju e dini. Madje ke shpenzime, sepse kur vin duhet japësh dreka, darka, shoqërime. Konsul nderi i Letonisë, siç e di tani, është duhet që të plotësosh për qenë konsul nderi, është e parë duhet të jesh biznesmen që të përballosh shpenzimet vetë, e dyta duhet të jesh figurë e pastër, se normal profesion në shtetin, intelektualisht jesh mesatar ose më sipër. Çfarë bëjmë konsul nderi? Konsul nderi ne asistojmë çdo shtetas letones i cili ka nevojë në Shqipëri. Çdo shtetas. Kemi pas vitin e kaluar, kemi pas asistencë shumë shtetas letones, të ka pas turizëm, ka pas turista letones që kanë ardhur, shqyqy që kanë ardhur, sepse Air Baltic, linja ajrore, ka flutuar direkt me Shqipërinë 3 muajt e verës dhe ka bërë linjë direkte. Letonia është nga shtetet të cilat na kanë mbështetur Shqipërinë e para në Bashkimin Evropian, e ngre dorën e para dhe miraton çdo gjë për integrimin për Shqipëri. I ngjan shumë Shqipërisë, por shumë e zhvilluar se ne. E duan Shqipërinë, si thash, janë zërë mbrojtës, avokati mbrojtës si Shqipërisë në BE, sepse ato kanë dhe përfaqësuesit e vet aty, si shtet antar, kanë përfaqësues në organizatat përfaqësuese të Bashkimit Evropian. Puna e konsulatës është të jetë gjithmonë e hapur, kemi sekretari aty për çdo nevojë që kanë shtetas si Letonesë Shqipëri. Fatmirësisht ka njerëz që martohen, shqiptar, letonezë me shqiptar. Fatkeqësisht ka edhe njerëz të cilët ndrojnë jetë. Dhe konsullata mundohet t'ia lehtësojë udhëtimin e fundit në Letoni. Marrim trupin, shkojmë në polici, shkohet në morg, i bëhet diagnoza, bëjmë shoqërimin me vendim gjykate, me funeralet, deri sa shkon trupi në Letoni. Shpresojmë mos kemi më të tilla raste. Vitin e kaluar ka një vit goxha intensiv, kemi pas vizitën e kryeministës së Letonisë në Shqipëri dhe vizitë të shkëlqyer, takimet që bëri me kryeministin Rama dhe me liderët e tjerë, erdhën kuadrin samit e BE-s, erdhën në konsullat. Ndërkohë, para një muaji kishim dhe vizitën e presidentit Letonisë, i cili ishte vizitë zyrtare me ftesë të presidentit Bayram Begej, takoi presidentin, kryeministin Rama, kryetarin e parlamentit, zotin Peleshi. Dhe një vizitë e suksesshme. Pra, brenda 6 muajsh të 2 liderit e Letonisë erdhën, janë shumë të lutur, na kanë çuar letër falënderimi, ka shkruar që jemi ti na nderon
Mund të na ndihmojnë sepse ata janë lider në fushën e informatikës, për shkak edhe të sulmit që patën dikur nga Rusia, që i kaloi në blackout. Dhe janë lider në Europë në fushën e teknologjisë, të informatikës. A mund të na ndihmojnë në këtë pikë? Letonia është gjithmonë e hapur tani, ka program Erasmus dhe ne si Shqipëri ne kemi shumë marrëdhënie të mira me Letoninë. E para ne kemi çuar ne jemi pjesëmarrës në NATO aty dhe kemi një ekip nga ushtarët tanë, të cilat pjesë e misionit që ka NATO në Letoni. Dhe leadershipi letones dhe gjithë politika vlerëson shumë që ushtria shqiptare kontribon me ushtarët e saj, me oficerët e saj në Letoni. Jemi aty, u bë vite që janë aty. Patët edhe një aksident ku vdiqën dy ushtarë tanë. E dyta, Letonia ka qenë gjithmonë e hapur. Ka një program Erasmus që është e hapur për studentët shqiptarë dhe vjen vazhdimisht për të ftuar studentët shqiptarë që të studiojnë nëpërmjet programit Erasmus në Letoni. Kanë shkenca shumë të zhvilluar, shkenca të aplikuara. Janë një nga vendet me teknologji më të avancuar sepse kanë trashëguar nga Bashkimi Sovjetik, janë të shumë të zhvilluar në elektronik, në software, në drone, kanë drone shumë mira, i dhurojnë Ukrainës vazhdimisht drone. Dhe janë pjesë goxha e rëndësishme. Madje sot po lexoja që aeroplan mbajtja e parë sovjetike është quajtur pikërisht Riga, sepse është bërë te kantieri i Rigës. Është bërë te kantieri i Rigës, tash e kanë kinezët atë që po e përdorin e mbaruan dhe po e përdorin. Pra tregon që kanë qenë një vend i zhvilluar dhe Bashkimi Sovjetik ka pas janë shumë punëtorë, popull i zhvilluar, kanë vuajtur nga pushtimet vazhdimisht. Sa herë Gjermania, Rusia kanë vuajtur, janë popull shumë, janë popull nordik dhe e duan me zdeon, vinë vazhdimisht, na kanë ftuar vazhdimisht që të çojmë turistë në Letoni dhe po mundohemi që nëpërmjet programeve me shoqatë e turizmit të bëjmë më të rrisim nivelin e shkëmbimit me ato. Në shkëmbimin tregtar, janë të mirë, ne importojmë disa produkte farmaceutike, importojmë dru, importojmë produkte bylmeti, importojmë vendi. Në eksport po thuaj se duhet rritme, se nuk shoh në eksport atje në Letoni. Duhet të eksportojmë produkte software, sepse është distancë shumë e madhe tani. Distanca e madhe i rrit kostot të transportit. Ndërkohë, në rast se eksporton, si importon produkte software, transporti është zero, nuk e... Shiko, mendova që kjo ishte pyetja e fundit, po më ngacmova me diçka. Kemi folur për turizmin, industrinë e turizmit që do bëjë një hop të madh e tjera. Ndërkohë lexoj që edhe Greqia, që është shumë larg nesh për sa i përket turizmit, vetëm 20% të GDP-së së saj prodhon nga turizmi dhe vetëm 20% të popullsisë zën me turizëm. Është kjo rruga e drejtë? A duhet vazhduar të investohet dhe çfarë mund të ndryshohet? Turizmi është një nga të ardhurët e mira të ekonomisë shqiptare, por nuk e mban dot të vend turizmi. Është ndihmës, nuk e mban dot. Me 3 muaj turizëm, ti i mban njerëzit punë, akumulon pak pasuri, po ti se marr një vend ne s'mund ta marrim një vend me 12 muaj. Është si tani të kesh një hotel në Dërmi dhe ta argëtosh për 3 muaj dhe pastaj punojësit e tu ti marr gjithë vitin pa punë. Kështu dhe gjithë ky popull nuk mbahet vetëm me turizëm. E ndihmon goxha. Nuk e, po të kishe edhe turizëm, ishte mbajt Greqia, Kroacia, që patën krizën më të madhe, që kanë turizëm goxha zhvilluar, nuk mbahet. E ma vetëm 12, po të shohim bizneset tona tani. Një ditë mos punosh, një ditë mos, ose 2 ditë, ose 3 ditë, që shkon direkt në problematikë të biznes. Imagjino të lesh që mos punosh 9 muaj, punosh 3 muaj vere dhe pastaj 9 muaj mos punosh. Është ndihmë goxha e madhe. Do me thënë edhe po punua 6 muaj prap nuk është absolutisht zgjatja e sezonit. Se mban dot, s'ka shans. Me si do i mbash pjesën tjetër popullsisë, me çfarë do paguash ndihmën këta? Me çfarë do blesh energjinë elektrike? Nuk e mban dot. Është ekonomi ndihmëse goxha. Është ekonomi trajnuese goxha. I mban ato zonën atje, sepse fillojnë fshatarë, mu bë qefi që kanë filluar agroturizmin gjithandej, sepse i thot fshatarit, mbille domaten se ta blej unë, i thot agroturizmi. Laj çarçafët, i thot dhe ty ti lash çarçafët, hajde puno kamariet unë, hajde rregullo krevatet. Është kështu do fillojnë. Edhe një herë industrinë, sepse jemi në vitin 0. Pra, kështu do mbillet me agroturizma, është filiza e biznesit, kudo një agroturizm, kudo që të hapet, vetëm mirë i bën komunitetit, po mirë më shtrajnë, ose një shkollë, po të hapet një shkollë të vogël, se kanë qenë në filmi Dritat, ka qenë një film me Amerikan Line, që hap një shkollë atje, me Komisarit Dritës. Po, kom mirë, sepse po të hapësh një agroturizm, në një vend të malor, ai ka nevojë për punëtor, do i paguaj.
Do ka nevojë për të larë çarçafat, do i thotë dikujt më larë çarçafat. Do kam nevojë për domate për kasavet, do i thotë dikujt mbjelli. Do blej qumshit e infermer. Fillon. Do hapet i dyti, do hapet i treti, fillon pastaj. Fillon dal nga dal. Kjo do qytet. Po ama nuk del dot jashtë zonës, që të zhvillosh dhe krahinën tjetër. Ajo do janë 10-20 vjet tani derisa të rritet ai që ai fermeri atë të filloj të blej sipërfaqe nda toke, sepse po ma merr turizmit, filloj ta kuptoj të çuni vetë, do në çik rrugë gjatë tani. Është si 90-ën, do në çik rrugë gjatë. Pra do na duhet që të orientohemi kryesisht në kërkim, në industri me vlerë të shtuar, industri me përfitim të lartë, industri me pe biznese më të larta në Shqipëri janë bankat, dhe fatkeqësisht ato që punojnë me fonde shtetërore. Shqipi klasifikimin e shkëndzia revista monetare. Pra do thotë që bankat do thotë që kanë shumë shkëmbime, ka të mirë, ka të keqen, sepse do thotë që komisionet janë të larta se derisa bankat kanë dalë me fitim më të lartë, po do thotë që ka shkëmbim, po s'pash asnjë prodhues, nuk pash asnjë që nuk varet nga bankat ose nuk varet nga fondet shtetërore. Ishin shumë poshtë në renditje, shumë poshtë. Zoti Kraja, faleminderit që ishit sot me mua dhe për emisionin e këndshëm. Komplimentet tani, studio fantastike, shumë i mirë. Faleminderit dhe juve që na ndoqët. Shpresoj të keni mësuar diçka, siç unë mësova diçka, pavarësisht se kam një të vjetër gjithmonë nxjerr nga një gjë të re. Natën e mirë.